në Shqipëri për të mbrojtur po ashtu konkurrencën me hotelet, po për të garantuar kushtet. Para se diçka interesante, duke qenë se në disa qytete kryesore të nëpër botë ishte bërë problematik kjo pjesë, to kishin vendosur sankcione, më them. Do që do thotë, në zonat qendrore ti kishe të drejtë ta jepje një apartament deri në 30 ditë në vit, pa kërkuar leje speciale. Moment që kaloi të kërkojë leje speciale, pastaj leje speciale më thonë se është të futesh në biznes, mirëfill. Domthonë të paguash taksa, por në moment që të fillosh të paguash taksa, pastaj edhe nuk të lëvërdis shumë. Domthonë janë gjetur mënyrat, nëpër botë janë gjetur mënyrat për ta rregulluar. Sepse problemi është këtu. Në moment që ne bëjmë gjithë qendër, vetëm me Airbnb, do ketë banor këtu vendas që do jetojnë apo jo? Dhe gjithë tokë në këtë zonë ishte vetëm tuaj, nuk ishte banor. Për këtë arsye filluan të shtrëngimet për të gjetur një mënyrë rregullimi. Këto efekte kanë nisur të ndjejmë edhe ne në Shqipëri, sidomos në kryeqytetin Tiranë, që me krijimin e Airbnb-ve qerat afatgjata janë distancuar sepse nuk ka shumë struktura. Do kalojmë aty, por doja të pyesja gjithashtu për banorët aktual në pallate. Janë shqetësim Airbnb-t, për shembull në një shkallë ku një nga apartamentet është dhe hyn dalin njerëz të ndryshëm. Po besoj që po, sepse shqetësim për banorët është ajo futja dalja e shumë personave të ndryshëm. Ka shumë probleme sociale. Unë di një rast që më kanë treguar agjencitë imobiliare. Një individ kishte marrë shumë apartamente në një ndërtesë dhe madje kishte vënë dhe tra dhe nuk i lejonte banorët e tjerë që të hynte. Nuk i lejonte fare të hynin. Domethënë e kishte të ndaluar, po e kishte privatizuar. Me sa unë jam djeni, kanë kryuar shumë probleme sociale, që nga partit, apo edhe madje edhe përdorimi i lëndëve narkotike është bërë në disa raste nga banorët, është bërë problem. Ka një impakt edhe në aspekt. Doja pak vetëm tek pyetja që i bëre Flavias për ndërhyrjet. Unë nuk jam pro këtyre, domethënë nuk i mbështes që të bëhet një ndërhyrje në treg që të stopohet, mos jepet me qira, duke sikur ndikohet tek iniciativa e lirë. Nuk kemi akoma në atë fazë që duhet një ndërhyrje e fortë. Më shumë e shikoj që shteti ndërhyrjen e parë njëherë duhet ta bëj që këto duhet të deklarohen. Ka bërë një iniciativë para 2 vitesh që të identifikonte apartamentet me qira si biznese ndërmjet që këta i paguajnë pra komisioni 8% që këta i paguajnë Booking. Booking duhet të raportonte te tatimet që është ky individ që jep dhe pastaj tatimet të identifikonin atë dhe ta regjistronin. Ka marrë dhe disa iniciativa të tjera shteti si formën e gjuetisë së shtrigave ndërmjet rrjeteve sociale, identifikonte për të regjistruar, por që kanë dështuar. Deri tani ne nuk dim nga tatimet dhe nga unë kam pyetur vetë tek administrata timore që sa është numri i këtyre që paguajnë tatimin në burim. Pra, janë subjekte që duhet të paguajnë tatimin në burim dhe të mos këta madje ligji i lehtëson nuk ka nevojë që të regjistrohen si subjekti të VSH-s. Pra nuk kemi në radh parë kjo do vetë rregullonte tregun. Pra atë që thotë dhe Ervini që disa nuk do ta përballonin, nuk do të duke lëvërditshme dhe do iknin. Pastaj, ndërhyrjet e tjera që do t'i diskutojmë, që do jem pastaj tek qiraja, sepse kjo edhe si ka ndikuar. E shikojmë tek qiraja afatgjat ka dhënë ndikime shumë. Kemi edhe këtë fitimin mesatar mujor nga qiradhënia me Airbnb, sipas qyteteve kryesore. Kryeson Vlora, Golemi, Durrësi, Kashari, Shëngjini, Shkodra, Tirana. Tirana 748 euro për një muaj të ardhura. Pra mesatare mujore për apartament, pas zbritur kostot, e qartë. Dhe kostot duket se janë goxhat larta nëse menaxhimi është personal. Ervin, po? Ka normalisht goxhat kosto kjo. Ja tham dhe më lart, pra, nëse ti ke pak njësi, do rezistosh disa muaj apo ndoshta edhe një vit dhe do dalësh vetë nga tregu, se nuk e përballon dot. Tu duhet të kesh shumë njësi që ti të krijosh një strukturë të mirëfillt për të ulur kostot dhe që të kesh mundësi të vazhdosh më gjatë.